Të dashur miq, sonte në rubrikën Sofra Pranjush në Albania TV, ju ftoj të ndjekim një temë të thjeshtë, por shumë të ndjerë. Një histori e vogël e përditshme që nuk ka të bëjë me skena apo me njerëz të mëdhenj, por me njerëz dhe me atë që mbajnë brenda tyre. Të dielën në mëngjes në një cep të Athinës, ndodhem në një kafene shumë të veçantë, një vend ndryshe me një stil pak të çuditshëm por shumë të ngrohtë. Është një nga ato vendet ku nuk mund të shkosh rastësisht. Shkon sepse diçka të tërheq, dhe unë këtu një herë në muaj të dielën e pi kafen time këtu. Sepse kjo e diel nuk është si të tjerat. Një herë në muaj kjo kafene shndrohet në një pazar të vogël, por shumë të veçantë. Një pazar me lodra Playmobil. Burra dhe gratë të moshës time, njerëz që janë rritur me këto lodra dhe që kanë dashur, i kanë ruajtur dhe vazhdojnë edhe sot t'i mbajnë gjallë. Së bashku me kafen dhe shoqërinë e tyre, ata nuk shkëmbejnë thjesht vetëm lodrat, shkëmbejnë dhe kujtimet e tyre. Çdo kuti që hapet flet një histori, një dhomë fëmijësh, një diel familjare, një kohë që nuk kthehet më pas, por jeton akoma brenda nesh. Sepse në thelb të gjithë jemi fëmijë, dhe ai fëmia brenda nesh nuk rritet kurrë. Kjo e diel merr një ngjyrë tjetër, merr ngjyrën e lodrave, ngjyrën e fëmirisë, ngjyrën e nostalgjisë, ngjyrën e ndarjes dhe të bashkimit. Këtu nuk ka tregti, ka një shkëmbim, ka buzëqeshje, ka kohë që ndalet. Në mëngjes ky ambient është kafene, në mbrëmje është një streh, një vend që mbaj atë aromën e viteve 70, me muzikë, festa dhe njerëz që dinë të jetojnë ndryshe. Për disa orë kjo e diel merr një frym tjetër, merr ngjyra, gëzim, thjeshtësi, kujtime të veçanta. Një moment që të kujton se gëzimi shpesh fshihet në gjërat e vogla, në një lodër, në një kujtim, në një takim të thjeshtë. Dhe ndoshta kjo është ajo që ka më shumë vlerë, që mes përditshmërisë ka ende hapësira ku njerëzit ndalen dhe kthehen tek vetvetja. Njerëz të çdo lloj moshave, burra, gra, vinë për kafen e tyre, për shoqërinë, por edhe për të sjellë me vete copa fëmijërie. Ditë ndoshta kjo është ajo që ka më shumë kënaqësi. Sepse ndonjëherë një ditë e thjeshtë na kujton kush jemi, kush kemi qenë dhe çfarë jemi në të vërtetë. Kjo rubrik, Sofra Pranjush në Albania TV, sjell një diel ndryshe, një histori të vogël, një diel që na kthen në fëmijëri. Sepse kjo e diel nuk është vetëm një takim, është një ndjenjë, është e diela që na kthen aty ku kemi nisur jetën.